para fushatës elektorale, por edhe gjatë saj Albin Kurti u justifikua me faktin që nuk u paraqit në prokurori pasi një foto e tij duke hyrë në prokurori do të përdorej për kapital politik. Tashmë që kanë mbaruar zgjedhjet, pse Albin Kurti nuk paraqitet në prokurori? Po s'është e njëjta gjë, domethënë është një gjë prokuroria dëshon ta pushtrojë atë, thjesht dhe ta barazoj atë me qindra thyes të ligjet, të cilët po ashtu, domethënë qeveria e tij gjatë këtyre 4 vjetëve ka paraqitur me qindra raste të korrupsionit, ka bërë kallëzime penale pranë prokurorisë, prokuroria nuk është marrë me këto raste. Domethënë për shkeljet e ish-pushtetit, sepse kjo tregon edhe një fakt që prokuroria është domethënë në anën e ish-pushtetit dhe prandaj nuk bën hetime për këto vepra. Deri më tani asnjë ministër nuk ka shkuar në burg, asnjë ish-kryeministër, asnjë ish-ministër, asnjë kryetar komune dhe asnjë drejtor urbanizmi, përkundër që shkeljet në lëmin urbane janë të dukshme shiqare. Qytetet e Kosovës janë shndruar në katrahura për shkak të lejeve të cilat i jepen mbi baza korruptive, duke shkelur ligjin me të dyja këmbët. Por askush nuk ka shkuar në burg për këto. Dhe tani, domethënë përballë gjithë këtyre gjërave, tentohet të përdhoset emri i kryeministit me një çështje që lidhet me korrupsionin. Kjo sigurisht që është shumë ofenduese për të. Pra ju po thoni se ka një përplasje dhe një luftë pushtetesh midis organit të akuzës që është Lev, po thoni e ish pushtetit të kaluar, dhe aktualisht pushtetit të Albin Kurtit. Si mendoni se mund të përfundojë një përplasje e tillë? Po thjesht tani për tani nuk mund të, domethënë Albin Kurtit nuk mund të bëjnë gjë, por në momentin që ai humb pushtetin e pret burgu. Mbi cilat akuza, për çfarë çështje? Po do i ngrejnë akuza, nëse ai nuk arrin brenda këtij mandati të ardhshëm që ta ndryshojë gjendjen e drejtësisë, sigurisht që do të, domethënë, ky sistemi aktual prokurorial dhe gjyqësor do të gjejë ndonjë akuzë që ta bëjë këtë. Nuk është më rëndësishme se çfarë, nuk është që gjykatat tona dhe prokuroritë tona kanë kritere profesionale dhe morale të një standardi të lartë. Është, po mendoj, kur dëshirohet politikisht të rënohet dikush, gjenden akuzat, gjenden të ashtu quajturat prova e tjera dhe bëhet ajo çfarë dëshirohet të bëhet. Kryeministri Albin Kurti perceptohet përgjithsisht si një politikan i pakorruptuar në raport me politikën shqiptare këtu në Tiranë. Por në këtë rast, a ka gjasa që prokuroria të gjejë vërtet lidhje me element të korruptuar apo dhe vetë në aspektin personal të Albin Kurtit? Jo, edhe unë besoj që Albin Kurti nuk është i korruptuar, por është vërtet që Albin Kurti ka toleruar korrupsionin në radhët e tij. Domethënë ka shikuar, si të them, ka mbyllur syt pranë ministrave të tij të korruptuar, edhe pranë segmenteve të caktuara të pushtetit. Kështu që kjo sigurisht mund të jetë fatale për të në momentin që ai do të bjen nga pushteti. Të kalojmë pak sa i përket raportit të Kosovës me NATO-n dhe konkretisht shefi i saj Mark Rutte pritet që ta vizitojë Kosovën më 11 mars. Çfarë do të thotë kjo vizitë e sekretarit përgjithshëm të Aleancës Atlantikut të Veriut dhe a ka një mesazh simbolik që vjen kjo vizitë nisur nga ajo që pam në Shtëpinë e Bardhë mes Donald Trump dhe presidentit Ukrainas? Po, por sigurisht që po. Pasi që tani paqja në Bosnjë e Hercegovinë po rrezikohet së tepërmi pas dënimit të Milorad Dodik,
edhe pas urdhëresave të tij që të mos respektohen autoritetet federale të Bosnjë Hercegovinës dhe natyrisht një krizë në Bosnjë nënkupton edhe një si të them premtim të një krize poshtë sigurisë në Kosovë dhe mesazhi komandantit të NATO sigurisht do duhet të jetë që Serbia mos t'ia sy Kosovës, thjesht, domethënë kjo është një mesazh të cilën duhet ta ngrej. Apo mundohet Europa dhe konkretisht NATO që të shtrëngojë radhët e saj në Europë dhe konkretisht në pikat e dobta të saj, ku mund përmendim rastin e Kosovës? Patjetër. Tani duke u ballavaçuar dhe duke sfiduar me politikat, me gjeostrategjinë e re të presidentit Trump, Evropa po bën, si të them, ato përpjekjet e saj për tu ngjizur më tepër me vete, për tu bërë më kohezive, në ndërkohë që domethënë raportet të reja Amerikë-Rusi e sfidojnë atë dukshëm edhe tani sigurisht që asnjëherë më parë Evropa nuk ka qenë në një betejë me veten e vet. Domethënë me ato forcat të cilat tentojnë që të pozicionohen krah Amerikës ose krah Rusisë dhe forcave të cilat tentojnë që të mbajnë unitetin evropian. Ushtarë amerikanë të KFOR-it kanë patrulluar në kufijtë e Veriut ditën e sotme dhe kanë deklaruar se kjo është një pjesë e rutinës tyre dhe misionit tyre në Kosovë. Sa i përket këtij patrullimi, a është i rrezikuar Veriu Kosovës nga Serbia duke nisur nga fakti që Donald Trump në një farë mënyrë i ka dhënë zemër Putinit dhe Putini nga ana tjetër mund t'i jap zemër Aleksandar Vučićit? Shiko, tani pas marrjes në kontroll të Veriut nga ana e qeverisë së Kosovës, sidomos pas rastit të Banjskës, më nuk rrezikohet Veriu si një pjesë e Kosovës e veçantë. Tani nëse rrezikohet tërë Kosova, sepse më Serbia ushtarakisht nuk mund të deportojë përmes Veriut. Veriu është si të them, një hing e mbyllur ku ka vetëm 2 vërima nga ku mund të kalojnë tankset automjetet serbe. Vetëm ato që janë pikë kalime kufitare në Jarinë dhe në Brnjak. Dhe aty çdo ushtri sado dobë që tjetë me topat të thjesht, domethënë ose me mortare të thjeshta mund të mbyll atë vrim dhe të mos lejojnë të kalojnë automjetet serbe. Malet janë të pakalueshme. Dhe nëse Serbia vendos që të hyjë ushtarakisht në Kosovë, ajo nuk do ta bëjë këtë nga Veriu, do ta bëjë këtë nga juglindja e vendit dhe ku mundësia për të deportuar ushtarakisht është shumë e lehtë. Kështu që Veriu nuk bie pa rënë Prishtina.